Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Ndëruar vëllezër, po vazhdojmë me rrëfimin e Ka'b ibn Malikut radhiyallahu ta'ala anhu. Realisht jemi ka fundi. Mirë po, dietarët ose vëllezër për ata janë të rëndësishëm dietarët. Morën mësime ose ndalen ndoshta kanë njerë me një rresht, me një fjallë, në veçanti në ajete, në hadithe, po edhe në ngjarjet e sahabëve, dhe nxjerrin mësime dhe porosi të ndryshme, të dobishme. Edhe për me pa se çfarë gjenate kanë qenë ata, po edhe për me na shërbyer neve, dashur vëllezër, qysh me vepru, qysh me reagu, sepse jemi njerëz sikurse që kanë qenë edhe sahabët. Edhe ne ndoshta kalojmë nëpër ngjarje, ndoshta jo të njëjtës natyrë, mirë po të ngjashme. E kemi nevojë kanjëherë me pas një irnek, qysh me dalë për një situatë, qysh me reagu besimtari kur dikush ndoshta merr masa ndaj tij, për fajin e tij. A do tash ky më mori nati xhamatit për shembull, nëse vet ka bë lëshim dhe dikush pezon tash, e ka bojkotu ose e ka lexit, tash ku është fajtori? Sahabët e kanë qenë gishtin veti. Dhe e kanë pranu, unë e ke shfajtur, po tash ata i ka pos gajlën qysh me përmisu qatë lëshim. Shumë kemi nevojë dashur vëllezër për këto mësime praktike që na duhen jetën tonë. Është sot një pjesë shumë e shkurt e rrëfimit të Ka'bit, po i ka disa mesazhe dhe porosi jashtëzakonisht të rëndësishme. Ka thonë Ka'bi radhiyallahu ta'ala anhu: وما من شيء أهم إلي من أن أموت فلا يصلي علي النبي عليه الصلاة والسلام. سبحان الله. تشعر كثير. أو يموت رسول الله فأكون من الناس بتلك المنزلة فلا يكلمني أحد منهم ولا يصلي عليه. ششان tash çfarë brange ka rrë Ka'bin. Nuk po I flet kërkosh prej Medinës. Ishte bojkot, kjo ishte masa. Javën e kaluar pom që profeti sallam e shtoi masën ndaj tyre. Cila ishte? Ju tha që edhe me gratë juaja mos me fjet. Edhe mrena në shtëpi u shtu masa. Kjo shumë e rëndë. Po Ka'bi po thotë më ka rrokë një gajlë hala më e madhe se kjo. Lexon e tash. Çunë vllazën çka është imani? Edhe ku e qënë imani me mendu besimtarin. Për te të sprovave të lashme që dikush e ka, jo, a I menon larg. Në gjënë shka të Ka'bi. Dhe thot, kisha dert, gajle, preokupim, që me vdek në qatë gjendje e profeti alayhi salatu wassalam mos më falë gjenazën. Ka qenë rënë. Më rëku gajlja se njëri nuk e dim, në shpirt për bojna. Wallahu alem kush e pret dersën e javës kaluar, inshallah gjithë e preshëm, se di. Thotëm e kisha preokupim, kisha rëku gajlja, me bo me vdek në qitë gjendje që tash, profeti nuk ma falë gjenazën. Ose me ndodh me vdek profeti alayhi salatu wassalam, e kërkosh prej sahabe mos më flet. As selam së jap. Po të dashur vëllezër, besimtari duhet me mendu edhe kështu. Me mendu me bo me vdek. Edhe kena me vdek. Pra me mundu me llogarit, me apo hizmetin për fundimit që shpo t'vjen. Edhe kjo ligjërat titullohet frika nga përfundimi ose fundi I keq. Besimtari ka që të frikë. Punon është aktive gjithmonë mirë, po gjithmonë e ka frikë, o Zot, merr ma shpirtin çështo që jam, ose më mirë.
Innamal a'malu bil khawatim, veprat janë sipas përfundimit. Kabi ka qenë sahabi jashtëzakonisht i dalluar dhe i çmuar. Për ata kur e boni këtë çim profeti sallallahu alajhi wasallam smuti me pranulet. Tash e ka rrugë gojla qysh runa zot me bë me vdek në çet gjendje, sepse po vazhdon sprova. U bonën e kalej 40 ditë. Jo gati 50 ditë po bëhen. Innamal a'malu bil khawatim, ka thënë profeti alayhi salatu wasalam, veprat shpërblehen sipas përfundimit. Dhe pse do të më pas derë të dashur vëllezër. Prej soj pjesë e shekhi nderuar që kanë nxjerrë disa porosi dashur vëllezër, e para prej tyre thot Ka'be radhiyallahu ta'ala anhu e kishte frikë që mos pasprovohet me diçka s'mundet me i përballu. Sepse ai duke qenë profeti alayhi salatu wasalam gjallë, e kjo po e kërkon pendimin halos për zbret. Vllazë të dashur, nuk do më thonë pse i tha Allahu të falë, Allahu ta ka fol. Mos rrej sigurt. Kabe ka thonë 40 ditë, jo si ka thonë. Po e shoku i tij siç e thanë javën e kaluar gruaja e tij që është ndëgjuar për e ditës kur i ka ndodhur kjo sprova, ai vetë të kajt për rin. Pse të kajt? Nga keqardhja. Nga kërçardhja për çit gjëna. Mirë po pendimi halosi ka zbrit. Halosi ka tregu profetit që Allahu ja ka fol. Andaj nuk është e lehtë. Bon dikush në mëkat, ndoshta edhe të madhur unë Zot, edhe kur dhe në akşam Allah ma fal çati çka bën edhe vazhdon. Jo i dosh Allah. Wallahu a'lam. Shpresojna se humbëm i mytin, Zoti ka mëshirën e madhe. Ka thonë mos e humbi shpresën në rahmetin e Allahut. Mirë, po me çka që lehtësi me marr xhanat? Vesh i çove durt, bile çona dukan as më si kem do. Ma fali. Kabe ka frikë, ose po ta shejta shëzër, Kabe kishte frikë që mundet mos provu, sepse duke qenë profeta sallam gjallë, erdhi një sprovë, cila ishte? Ai mreti i një kabile ose fisi, që atë kanë qenë me fise, Ghasanit ja kishte qenë një ofertë. Hajde të na. Ai ishte i krishter. Edhe oferta janë në kulmin të sprovës që kishte. Kur profeti e leqiti, shokët e tij e leqitën, s'pe flet kërkush, ju mshelën të gjitha dyrët. Në qatë momente e sprovua, që është në shejtani sprovon, kur je mas në zori, po pse mu, po pse dhe me të sprovua Allah azza wa jall. Kur je mas në zori, të sprovon, me po, sepse që ka për e të sëllashtë, ashaddu nasi, njerëz që më shumë të sprovojnë janë profetët. Dhe ata që janë pastaj ofër tyre. I erdhë ofertë, hajde të na. Rafen e roni mirë. Rafen, ta qesën pak. Edhe në rafen edhe i ofrun ofertë të mirë. Kabe shka mure, e shkryti letrën. Pra, oferta ose mundësia për të deviju, të qenë profeti gjallë, ke rrezik. Po me vdek profeti sallam. Kishte që të gale dashur vëllezër, që të gale i Kabe. Andaj do të me pas besimtari këtë dert. Allahu na rujë rabbel alamin. Të me pas dert që mos pasprovohet. O Zot, mos na stërvon fe. Prej duave që e ka bërë profeti alayhi salatu wasalam. Allahumma la taj'al al-musibata fi dinina. O Zot, sprovat mos na e bën fej. Në trup, pasuri, trona janë, mërzi, dhimë ko, mirë po prap janë të leta. Thot mos na sprovon fej, shka i bën fej? Fej runa zë të bën me ta marë imamin. Sprovon fej runa zë të bën me ta marë namazin. Ke fal namaz 20 vjet, 30 vjet, Allahu na ruaj tash ka funi e kalan. Që kjo është sprovë feje. E orë në xhami, e kelan s'del më falë me namazin me xhamat në xhami. Që kjo është sprovë feje. S'ke ndëgju për zonë muzikë.
ke fillu, s'ka ka kon kur gjo kjo vapune, pëzo, ose gjona të ndryshme, sprovu fejo që këta shumë zërë. Për e lutë, o Zot, mos në e bës provën fejë. Në do shumë zërë, sot njerës nuk e kanë fort këtë gajle, që po sprovohen, andaj fatkeqësisht, nuk janë të kujdesshëm dhe i paraqiten vetë sprovave. Lexon gjithçka, shiqon gjithçka, shkon për pushime me familje, ka fjalën pushime ku nuk bën me shku. Pushime ku nuk bën me shku. Ku janë burra, gra, madhe, vogël, një post deshën shumica prej tyre, nashta ki nevoj. Por nevoja me madhe është me rujt zemrën. Po ka dobi lkura, po përrezikohet zemra. Për shembull, ose shkon në të bim ku e din që mundet me pas sulmohet feja, luftohet feja, paragjykohet feja, ose debatë ndryshme me rëndësi tash vëllezër. Meru veten, sepse sprova në kohën e sotit janë jashtëzakonisht të mëdha. Ka prej selefit dietar, alamet dietar kanë qenë. Ju kanë kërku disa prej bidatxive me polemizu. Qa ka të keqe? Të në thënë qa ka të keqe me ndëgjohet ato? Po jo, mos e ndëgjohesh. Janë disa persona në disa media, e ka prej tyre të cilat po thrasin në emën të drejtave të grave. Mirë po, janë të rrezikshme në aspektin çka proklamojnë. Dhe më thrasin s'ka nevojë runa zot, ka pas stire të tilla që edhe banjet me qenë të përbashkëta. Kemi ndëgjuar, kjo çtash është halo, banjet në për shkolla, në për vende, mos me pas ato moshkuj femra. Ku dushin? Sepse nuk ka thonë dallime. E besimtari nuk i ndëgjon këtu, sepse kjo zemër është. Nëse Kabi ka pas frikë, Kabi, profetin e ka pas 50 metra larg, ose 1 metra larg. Këtë sahabët kanë qenë gjallë. Qa e shoqni ka pas frikë që po ma që zëtë në i sprovë, atëherë, me pas kujdes të dashur vëllezër. Me pas kujdes, si të qoftë, i ka kërku me polemizu ngishtat në vesh. Ka thonë, lem, ta thëmë në i fjallë, ndëgjëm kumetin tim, ka thonë, asë një fjallë. E ka ditë kush është, prej teje hajrë nuk ka, ka thonë, veç helëm qëtaj. Jënë disa persona cilët vetë helëm qesin. Elhamdulillah, me punë. Në raje, mos e lejo, mos e rreziko vetën, mos e rreziko imanin i dashur, i nderuar besimtar. Po porosia është që më rujt prej vendeve ku mundet të sprovu imanin jot, mos sprovu feja jote. Edhe prej njerëzve, po edhe prej vendeve. Valla filoni nuk është shoku i mirë. Mos e thellë shoqërinë me ta. Pen, han, del, flet pa lidhje, runa zot, ka shoqëni dëmshme, mos e shoqëno me ta. Kjo është porosia. Pastaj tash vëllezër, nga kjo vrejmë edhe se Kabi, subhanallah, sa larg ka shiqu. Me bo me vdek profeti, me bo me vdek une, cili për neve ja bën vete që të pytje. Me bo me vdek, a kena me vdek? Cili kuzan mi thonë, kushtim është me thonë vetës, me bo me vdek sonte. Qka dhe me bo me vdek? Qka me bo me vdek? Ku qkoj met? Ose me thonë kime vdek sonte, ku qkoj met ma shumë ti? A me nga me maru edhe i shpi me lyë dhe që to të qesë fasadën se met, po shkojnë afiret pa ja qitë fasadën.
Ku shkon menja? Te namazi, që unë atë falja. Atëherë falja. Ku shkon menja? I ke bërë dikujt zëllëm, lypje halal. Është normal. Kabi ka shiqur. Ndaj dashurisë porosi fetare. Profeti ka thonë nuk është rregull që besimtari me ra me fijet e mos me lanë vasijetin shkruar. Testamentin. Testamenti çka është? Nëse vdes djali jam, vojza jam, gruaja jam, familjarë me alon. Nëse vdes, kjo nuk është që s'ki me vdek, kjo me vdek. Nëse vdes, filonit ja kom që ka që bërç, dhe i filon dote me ja kry, filoni me ka që ka që bërç për shamë. Kom pas qef që to me bo një pjesë pasurisë për shamë, se të puna pasurisë ka regula tjera. Ato nuk i bashkë s'munet ajo ngelet pasarse, po një pjesë mundet me lonë testament. Me rëndësi, me kallëzua vëllovi jam, i kom shef do qypa dikon atë janë boshe, se dhe kërkroqën ashta, me lonë pinin, me rëndësi testament. Sot vdesin njerëz, vdes baba, vdes nona, edhe ja gjojnë pare në gjep. Elhamdulillah si ka lonë, deri në gjep. Po pa pas në i qysh shdosh për shembull. Me pa shkruaj, kom qef. Sa të mi qunë gjamije, mi qunë qatje, mi qunë qikaj, mi qunë. Me rëndësi të shozër, njëri dohet me llogaritë ka me vdekin. Dhe me komunikatë. Subhanallahu shozër, kjo është përsëri që kjo mësim disa herë, gjatë qësoj serie. Sahabët kanë qenë bindur të edukuar në qatë formë që ke profeti s'ke ato, ata s'ka mujt me ndryshu. Jashtë edhe mrena kanë qenë njëjtë. Publikisht edhe mshetës ka qenë njëjtë. Andaj çka po thot kë? Po thot, ose me vdek profeti, e shokët së folin, subhanallah. Pra, e ka di që edhe ma vzdekjes, nëse mosa ngelet në fuqi, ka vdek profeti para se më thonë shokëve ti me i fol kabit, ata s'ka me fol edhe pas vdekjes. Edukatë vllazë. Qyteti, Medinja, sahabët këti kanë posë edukatë. Sot njeriu është mirë që sa ka familje që kur t'i vdes baba ndryshon se të ata me ka kretë. Dhe që këti binë se gjallet e xhamia. Se së të falë baba, Allah i boftë rahmet shpiti. Se së të spiv, ka bo baba të spiv, Allah i boftë rahmet shpiti. Ashtë të rëzishme kjo. Ose prishet harmonia në brenda në familje. Ju shkon baba mo, sepse edukata është e cekt. Dhe me mund njeri me lonë në familje të shëndosh, një eduku fuqeshëm, që mos me ndryshu, mos me lu prej parimeve, edhe ma zdekjes, edhe nëse shkanaj me hecat rrugë. Sahabët kanë të ndashë bëzër, kanë qenë të tjilë. Ja, në kaluar e në pashe gruja, e shokët kabit, i erdhë mas i erdhë urdhë që mos me flejtë, me gra, të ja Rasulullah, është në moshë të shtyrë, ka nevojë, a bën bile hizmet me i bo, mrena në shpi. A bën hizmet bile me i bo. Ose kjo është din, e tia Allahe, wa Rasulehu, e wa Rasul, plata jete. Ndëgjën, respektoni, bëni ta që ka thonë Allahut dhe të dërguarit. Por është të vëzër, edukata sot njerëzve lidhet me persona. Lidhet shumë me persona. Sot është baba, mashallah. Mas një hoxhet mirë, mashallah. Me bo me mungu qaj hoxh, ka bo tani? Ku jesin gjemati? Nuk shkohen gjemi për hoxh. Mundet me të knaqë hoxha ma shumë edhe ma pak. Po nuk shkohen gjemi për ata. Sahabat e kanë posë edukata, ata e lidh nalt. Sigurisht se
prezenca e Profetit alayhis salam i ka pas të mirat e veta. Por mos prezenca e tij, ata prapë kanë vazhdu rrugën. Duhet shumë me lidhë zemrën për një person. Duhet me lidhë zemrën për Allah. Sepse në momentin që ai person mungon ose runa Zot ta prish pak qefin, ku mbetesh tani? Kjo ndodh plot. Jashtë lidhen mas disa personave dhe ata ka ndodhur që kanë ndryshuar gjendja e tyre, pastaj shkon edhe ndryshon edhe xhamati. Allahu na ruaj rabbul alamin. Subhanallahu nazar Kabe pra kishte brengë përfundimin. Qish për vjen përfundimi? Apo me vdek që gjendje profetis ma falë gjenazën. Ose me bo me vdek profeti shokët e ti së folin. Ashtë të dërsi madhë, ashtë në zërqita. Me bo me vdek i ki hak dikujna. E kemi në qëto. Para 2 dite isha me një hoqë në një mezhlis dhe e thirri një grua në telefon. Tha hoqë, nuk ka vdek burri. Pa ja bo halal. Ta është ta pja bëj halal, po amgjejet, subhanallah. Sigurisht e hoqë edhe përgjigjen, ti ja bën halal. Edhe tash, edhe duhet me ja bo. Por unë zët, me pas burri me shku me hak. Tash burri si ka lyp halalin. Ti ja bën halal, kur kjo ja bëj halal, dhe me thonë i pas ka hin hak. Dhe gari dosha dhe zërë, me bo me vdek, nuk flet me filonin, i ke hin hak filonit. I ke bo zullën filonit. Kjo është e rona. Sahabët i kanë mëndu edhe këtu. Me bo me vdek që gjendje. Bëjnë e këte pytje, me bo me vdek pa e falë namazin. Me bo me vdek me qëtë gjëna. Me bo me vdek në telefonin plot sa në t'jotë mira. Është mirë me thonë veti qëto. Është mirë. Sepse mundet me nëzonë. Dhe po e shohëm për çdo ditë vdekjet e befasishme. Vdekjet e befasishme. As se po me përgatit vetë, as familja. 2 gjone të shëndoshë të zërë. Qëka i po Allah të zëvëgjën? Dhe 2 nëse shkon me hak njësve. A një është rinë qetë, është aruna zëtë. E ko punën, biznesin me haram, punën me haram, hanë me haram, i ka hiti kënë në hak, dhe s'dë me një e heqë, mo vlojt është se nesër vjen, nesër djarane. Dhe tani kime dhonë llogarinë atë ditë kër nuk ta falë as baba, as nona, as e vlodi. Këtë dyja është me kohën shumë i keqë. Se po folen, po përmisohen, pja ban halal në dyja. Ose me një shpagim, me një diçka dënja Allahut. Kurse në ahiret, yawma yafirru al-mar'u min abihi wa ummihi min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Atë ditë kur njeri ku me ikë vëllaut ti, për i nonës dhe babës ti, për i gruas dhe fëmijëve ti. Ku me ikë, pse ka thonë ta ku me ikë? Pse ikë për vëllaut? Ditën e gjykimit, pse ikë për vëllaut? Për babës e për nonës, pse ikë? Cila është përgjigja? Sepse
ki frikë që të thot nona, o birë jam, ama një sevap, diçka se jem në dalet, e ti si e s'munësh si e. Si në gjendje mja dhomë, as nonës, as babes, e runa zat me i pas hak dikujna. Dhe shmita shulazër besimtari, më nalë. Se ku pëjthuna dikujna, vëlla, bën një halal, që më ka bo kjo, po të ka bo, po ti, bën një halal dhe fito vëllavje. Po as kujdes të shulazër dhe me mendu qysh ka mendu kabi. Me po me vdik. O vëlla, se të shë njerë, se nuk me kanë gojli, as ta bën men bile, punën e dekës. Shumë të rallë janë ata. E dini që muslimanët e kanë pas, muslimanët e mirë, kalon vasijet, testament, edhe kush më ja la xhenazën dhe kush më ja fal namazin e xhenazës. Nuk ka është bashkështu kjo punë, nuk ka është me ta fal gjithkush me të pastruar për shembull. Pra e mundu me zgjedh personin devotshëm, ditur, edhe me pastru, edhe me afol, vasijet kanë lënë. Kom qef që filoni me afol xhenazën. Kom qef që filoni me ma pastru xhenazën. Ose me thorë me marë pjesë në varrim, sepse është begati kur ki besimtar dhe besimtar të mirë në varrim. Të është edhe një mesazh tjetër. Kabe, radiallahu ta'ala anhu, e ka mundu kë presioni ose kë lëndimi shpirtëror. E ka mundu. Ka vujt mrena pse nuk pe i flasin. Ka vujt mrena pse ka bi u leqit. Ka vujt. Ka njerë cilë se kanë gojle mëre, veç mos e prek në gjepin, mos e prek. Thuj që ka dush. A i në gjitën emna, je bo, vlovi em, runa zët, se kam gojle të ne. Mëna fek, qafer, pa besimtar, zinasar, hajnë, gojle se ka. Vesh dënjo më se prek. Jo, dhe se këta njerëz mi thonë i pabur, mi thonë, kështu mi thonë, ka qenë e ronë për ata. Dhe zemra gjallë, do shumë vëzër, zemra gjallë, nuk ka qef. Ibrahimi ka thonë, o Zot, ma mundëso që mu përmen edhe ma zdekjes për mirë. Një mu përmen për mirë edhe ma se të vdes. Njëri mirë ka qef që me lani ma është mirë edhe ma zdekjes. Për duke qenë gjallë, po ashtë ma shumë zërë. Nusë Allah në zogjel që na më ndësaj da shumë zërë me jetu me nderë dhe me vdek, me nderë, Allah në pruv një përfundim të mirë, ja Rabbel Alamin. S'ka dëshim se përfundimi, Allah azhe nuk e korit robin e ti. Nuk e korit, robin e sinqert. Kjo është në mundësi. Robin e sinqert. Besimtarin e sinqert. Nuk e korit, nëse këtë jetën e ka kushtu Allahu sinqerisht, nuk e korit momentin e fundit me amor ftyrën, ja, s'ka mundësi. Allahu është bujar, është kerim, është falës. Po atë mashtrusin, ajë rëzik që në momentit e fundit, Allahu me zbulu. Allahu në rujt. Allahu në rujt. Mashtrus të më thonë, o mënu e gjithë mund, mu paracit, mirë, po në zemën e din veç i madhi Allah. Veç i madhi Allah. Ka qenë kohë në Profeti sallam, një prej luftëtarve, po merr pjesë në një betej. Në një betej, trim. Thënë sahabët, masha Allah, ti mori lakmi, në gjihad, po lufton. Tha Profeti sallam, hu min ahlin nar. Tha është me banorëve të zjarrit. Halo gjallë ishte. Subhanallah. Po lufton nuk të Allahu azza wa jall me shpat, edhe po lufton fuqishëm. Tha është pe xhenem live. Sahabët u
Qysh me xhenem livet, qysh ka mundësi kjo? Dhe për cëllën, se këtë diçka për vetën nuk flet, jo të vërtet. Po tash për cëllën qysh ka me orë funi. Nuk banej shumë edhe ojtë i vetën. Ka pozë që ka në zemër, që tjerë se kanë ditë. E për vetën i ka kallëzua shpallja. Mundet më paraqit njeriu shumë besimtari dhe devotshëm. Shumë mashallah, nuk ta shkel mizën. Mirë po, Allahu a'lam. Çka ka pastaj në zemër. Allahu na bëjë që të rabbul alamin. Doja që për të sa më shpesër edhe më të përmbylli, doja që më shumti e ka përsërit profeti alayhi salatu wassalam, madje ka përsërit në sejdë. Cila është? Allahumma ja muqallib al-qulubi thabbit qalbi ala dinik. O Zotim, o ti që rrotullon zemrat, forcon ma zemrën time në udhën tone. Na sejdë të kena ka 3 herë me mujt me thonë. Subhanallah bilal asmanullah shpejt. Hojë mos në zgatë, oj shkret. Oj shkret, në Ramazan tani. O bënë në i do, lutë Allah në zëtë. Profet, namaz e ka po që do. O zëtë, forcona i zemër në udhën tone. Allahu në forcoj zemrat e Rabbil Alamin në rrugën e tij dhe Allahu na pruft një përfundim të mirë në këtë jetë dhe na bashkoft me këta sahabi dhe profetin alayhi salatu wassalam. Në xhenet. Zoti ju shpëlet. Assalamu alaikum.